ka nevojë për dashuri. Edhe unë kom pas këtë tragjedi, edhe unë jam do, mbas 20 vjet me martesë. Pse e ndoti? Qashtu, na krejt që na kon luft, krejt që ndam. A nashta i kana na fajta, nashta ato jon kon të mira, na si na kon. Kur tini tretin mes ndash, shumë herë jam lëndu. Po më duket diçka interesant se jam mësu për mu lëndu. Unë s'më me jetu në qytet. Kom pas në Prishtinë, shtëpia banesa i kom hek. Tash është probleme gjet dikon me jetu këtu. Divorcë ta, kjo s'muja shekullit. Bash jetoj me ata, po bëj do me bo karierë. A ka gjo ma karierë ma mirë se kur të martohet. A ka karierë ma mirë kur të bësh fëmijë. I kanë bo ka 50 vjetë që në martu, 40 vjetë. Pse i kanë kushtet e mira? Dojnë mu knaqë, dojnë me bo avantura. Ka është mirë për më bo si ajë cungin mal. Cungin mal e pren, ja mërë dekti mira e lënë cungin mal. Do të me kriju familje, jo bëj apel. Çdo vajzë, çdo tri, krijoni familje. Ky vend ka nevojë për fëmijë. Ullu Leo, ullu qashtu, bravo. Do me tho po të ngaj ka bata. Au, se e thonë me shkon shpe vrapshkën. Që sa vjet e ki bas këtë qenë? Që 6 vjet. Që 6 vjet, do me thonë e paske. Edhe Po. e ke marrë të vogël Të edhe vogël, e ke rritur. po. Po qysh po thu, do me thonë të ngërën gjithë shka? Kjo djali ma i mirë, ka temperament është pak. Ka që veç kjo me koni pari. Ullë pak. Ullë. E qa është kjo qenë për ty? Gjithë shka, kjo është roja shpis. Kjo kur të shkojën e rrenë para derës lunë heq. Kur jam në shpe, kjo është shumë i mirë. Ka qef kontakt me njerëz. Kur që jam në shpe, vinë do me makina, do në mja hek, do në mja ongrë rotat ato gomat e makinave. Po shumë i dashtën, se lënë kërkon me hi. Po, edhe të njëjtën kohë, po di ka kur me koni rëzit? Po, ashtu e kom su, është shumë rëndësi me pas qeni me kon shok me njerin. Qeni kur nuk ka shok me njerin, kur ti e dhonon, e lidh, zinxhir. Qeni është një sukur njerive. Me thonë njerive nuk i jep për me ngranë, armitësohet me ty. E lidh është në burg, armitësohet me ty. I ka, do me thonë, e ka të karakterën. Baca besnik, që avlen mu të cekë është që ti e tonë këto krejtësisht i vetë. Edhe se ki kërkën, do me thonë. A një është i vetë mune e herë baca besnik? Po me thonë drejten, po ndina, normal. Po i kam kushtet me jetu ku du. Që i kam disa shtetësit huja, por më duket ma mirë se këtu kërkon. Pse jam i lirë, me hec, jam i lirë. Me kajt, me bërtit, Po, me thonë drejten, nuk jam i vetëmum se më vinë vizitojnë shumë. Po, apet për shumë në shmitën e kohës edhe e kalon edhe vetë, për qenë të tu, po qëfar ndjesie është ajo për ty? Qëfar ndjesie, do me thonë e kiti? Me thonë drejten, Se është zgjedhje e jotja? Po, unë... Nuk është je prej zorit, nështë apo thjesht është zgjedhje e jotja, baca besnik? Kur unë njeri vish gënjum, kur të raftojnë, kur të nënçmojnë, kur e ke dash dikon ke mëndu dhe ti që të donë, edhe aj, sa ke dash ti, atër njerivo si akullorja. Sti del pe maqine, kull nese e marë shumë kohë shkrinjit, edhe humbë. Kështu që, me thonë drejten, nga gjitha këtu shgënime, nga gjitha këtu, jo marë këtu, pendi vetën shumë ma mirë. Që të jetoj në qytet, qka bëhet? Ku dalë? Unë isho shumë, që jonë qelë shumë kafe, kafiqa, si tëmë. Ato nuk i quajnë kafe, kafiqa.
ato janë qendra rehabilitimi psiqik. Aty njerëz i shoh si qonë me nxez drejtën kafe, e ka në shtëpitë tona të mia don. Po s'është ushqehet me ato, ushqehet me atë ambient, ushqehet. Kështu që E qa po menon që po rrinë atë në kohën kafe, shumë pak po dalim në natyrë, tash e kena nis pak ma shumë, po shumicën e kohës rinja sot e kalojnë na për kafe, na për qytet, pushimet për shembull nuk zgjedhin mi vonë mal, ndjesh, çka mendon mbas për këtë? po e vetmja gjon që ta ngushëllojsh vetveten është me shku në kafe. Se si tash ja kanë vra rinis shpresën. E kështu shkan aty, kalon një kohë, dëgjon diçka, kthehet. Këtu është edhe i problemi tjetër, se në shtetet tjera kanë hi hekrat në ndërtimit me radioaktiv. Dhe në Kosovë kërkush nuk e ka hulumtu këto. E ke pa kur t'hi njerëzit në shtëpi, ndihen keq, ndihen nervoz, min gjithë që s'presin mi nga shtëpia. Aty ka diçka aty. E ti po mendon pat që ngushëllimin e vetëm pe gjojna nana për kafe. Qa aty është E qa pi thu njerëzve që kur një jetë nuk ka ndalë, nashta me kalu 2-3 ditë mbjeshke në malë. Unë i thom aty në delnin mal, hecni, mali ju inspiron, mali ndini ma mirë. Ata që s'kan mundësi le të vinë tonë qëtu. Kanë vend boll, me marrë 100 vetë. Ja bën venin. Ja bëj venin. Me ardhë, me hecë, punojmë ka pak bashkë. Shëqojmë, Unë e thash për viti tjetër ko me ardhë. nga një projekt, bëjmë do një projekt, do një mjellim, do një bre, shembull vjen dikush me fëmijë, ka qef me nipa, shkojmë që të në mali mjellim 2 breja, i tregon kur të rritet nipi, thot që ta ku mjell me gjyshin. Tjetë kujtim. Kështu le dalin mos rrinë mrena, mos e ki po shumica njerëzve në internet, qash dashur janë po s'takon asnjëherë. Po. Aq afër janë. Sa ma larg internetit, sa ma larg televizionit, me hec, me ardhën, edhe po e bëj apel. Ato familje që kanë problem me fëmijët, që kanë problem me frimarje, i kanë kushte këqija, le të më lajmërojnë, ja bëjmë qarën. E ki zemrën shumë të mirë, Bac. Edhe po vrejesh e vrejta edhe në bisede dhe krejt edhe po më bën shumë përshtypje, po më bëni përshtypje edhe diçka që the që i është zhgënjur shumë për njerëzve. Kanë tratu shumë, të kanë zhgënjur, sikur krejt. Po çka mundesh me na fol diçka që të ka lëndu shumë gjatë jetës tonë? Qëre, Që ti e ke marrë qatë lëndim edhe e ke kthy në mësim jetësor, që mundesh me nda edhe me neve dhe me audiencën. unë ju shof juve rinis, thoni po bashkëjetoj me ata, po bëj do me bo karierë. A ka gjo ma karierë ma mirë se kur të martohesh? A ka karierë ma mirë kur të bësh fëmijë? Ba, krijon një familje, ky vend don rini, don fëmijë. A beson bre, po vjen keq për me thonë bre, i kam po ka 50 vjetë që në martu, ka 10 vjetë. E pse s'po dojnë më martu baca pësë? Pse i kanë kushtet e mira, dojnë mu knaq, dojnë me bo avantura. Nuk është mirë për më bo si aj cungin mal e pren, ja merr dekti mira e lën cungin mal, shkon dikush rrotullon tjetin rrotullon njën dhe prap jetë cung. Do të me kriju familje, jo bëj apel, çdo vajzë, çdo tri, krijoni familje, ky vend ka nevojë për fëmijë. Jeni ata baza kryesore. Tash pas, sipas që ty në treneve të reja s'po dojnë njerës as me bo fëmijë, as me kriju familje, qa po menon ti për këtë jetë? Po kretë kanë me përfundun psikiatria. E thonë drejtën po.
Pse? Ti s'bën fëmijë, ke po je e izolum, nuk e nje botën. Ato që s'dojnë kanë me përfundu na për spitalin, në vetëmia, kanë me se fëmija ata t'jepin ty knatësi. Ta qelin derën drejt lumturisë. Fëmijë për me bo. Mu shtu kë vend. Po për divorcet, qa po menon që po ka kaq shumë ndarje? Divorcet kjo smuja shekullit. Pse po thu? Krejt botë. Smuja. E pse po menon që po ndahen? Dega. Pse? Bas pse po ka kaq shumë divorce? Po divorcet. Po shiqo. Kur i bojnë kushtet mirë, s'ka nevoj për njëri tjetrin. Atër ndodhin këtu. Përpara nana ime 9.000 ka bo, s'ka mendu as divorcës. I ka pas 9.000 edhe ka punu në spital. Nana jote? Nana ime. Në atë kohë. 32 vjetë ka punu në spital, nana e 9.000. Që i bjanë cilin vetë? Para 55 vjetëve. Nona ime ja ka njësë. Ka qenë thuja një gruja parë në rrugo që ka punu. Po për që ta më boni për shtypje dhe që e the. Smuj e shekullit. Smuj e shekullit, smuj e shekullit. Smuj është... Nuk e shot tragjike këtë punë. Jo, se cili sa dhe ka e donë e zbanë. Po, a di kush vunë ato? Fëmija. Fëmija vunë, prindit vuj. Sot po martohen, për kushtën 10.000 euro, mas 2 mujve, 3 mujve, jo më pëlqej, jo s'pëlqej. Problemi është këtu të divorcit, se pehojnë dashnin para se më martu. Se po thu kështu batë? Për bashkëjetesën një të folë. Po kalojnë, jo nga shkolla mesme, jo nga fakulteti, kur po martohen, s'pyjet asgjë ma. Atër po lindin problemet. Pse, kur kalojnë, nuk kanë obligime, por kur po martohen, i kanë obligimet, dhe nuk janë taft me kriju familje. E pra, atër nisin problemet, familjen, ndarjet. Edhe unë e kom pas këtë tragedi, edhe unë jem do. Mas 20 vjetë në martese. E pse e ndo ty? Qashtu. Na krejt që na konë luft, na, s'po thëmë 90%, po 70% kush o konë luft, krejt që ndomë. A nashta i kanë anafajta, nashta. Ato, nuk e di. E pse se nuk... Nuk shkon, nuk... Nashta ato jonë konë të mira, nasë jona konë, ku ta diun. Jo, se ka shumë arsye, normal pëse ndahet njerit. Po, ka ndami, ka qëre shumica, kur t'jeni tretin mes, ndash. Dosh me pas kujdes. Mos mi i tretin mes. I kush ndahet nga interesi, nga mashtrimet. Ki loj ndarje. Qa t'ka lëndu mas shumë të njetë? Për njerë me thonë, shumë herë jam lëndu. S'po më do këtë tash, a koptem, s'po më do këtë diçka interesant, se jam mësu për mu lëndu. Jem mësu për mu lëndu? Jam mësu me lëndu, tash po më do këtë krejt. Pse bërbat ka që shgënjë? Po, jo, po, si ai, kur përfundoj lufta, e dishim ku e në vorros ata, në atë pjesën e nej, kufinit me Shqipëri, fillim ishte problem me zhvoros. Po dikur o mësum. Po. Edhe kështu o mësum. Edhe ti po thuj e mësum me zhgënjim? Po, me zhgënjim, nuk më bënë për... Sa djelarë gjithë shkoje, qëto, stipenga në kërkush, rahat kryt. Po, por atë edhe unë e kom qef. Normal, ki qef njerës? Jo, po kom qef edhe unë me mbjetu, por unë nuk mëj
Shambull, unë i kam ato defektet e mija. Normal, si çdo njeri, po edhe unë kam dëshirë, unë s'mëj me jetu në qytet. Kam pas në Prishtinë, shtëpia banesa, i kam hekë. Peja ashtu. Këtu. Tash është probleme gjithë dikën me jetu këtu. Po në... Amo tash ti në përgjithësi se më karo me komunikim me shumë njerëz, po i kthejen biesh, maleve, katundeve, se jemi lodh pak prej zhurmave të qytetit, domethënë edhe me gjitha ato zhurma. Unë për qef shkoj në qytet. Njëherë isha shku njëherë në 3 muja, po diçka. Do me thonë nuk e kishen rrugoven, Absolutikisht. Absolutikisht. Me vendin ma të zhvilluar. Ma heq fare, heq unë këtu e ndi vetën njerin ma të lumtur. Po normal, kam nevoj për shoqëri, kam nevoj për dashuri, kam nevoj për... Kupton se unë jam njeri. Por këtjerët pe kuptojnë njerëz, një pjesë e femrave mendoj se çdo gjë është qyteti. Çdo gjë është interneti, telefoni, gjanat, por këtu në bjeshk duhesh me punu. Duhesh me kujdes. E shet gjithë ky mall. Peja ti dhe këtu çdo ditë duhet me ecë, me këqyr. Mos ka rënë ndonjë guri, mos ta ka prej kush malin, mos ka bërë dikush keq. Prishën gjana, duhet me riparu, duhet me ecë. Po jonës, po më imi kuptu njerëz të në ditën në banes, në telefon. TikTok, në Instagram, Facebook. Nuk e qetë asë gjë ajo. Duhet me ka punës. Po punojmë bac. Po jeni të punu, po ka... Ditë sotit, po thamë punë të fshatit, të katunit, apo punojmë na. Pasha nerën që një 3-4 vjetë ka nish me lavru tokat për me punu se para 4-5 vjetë ja. Këtë batallën konë. Shishe traktor të punë. Në ditë më konë në Skanderaj, Kaklina, o kënaqa vla gjithë ato të i lavru, këshin mjëll grën, këshin mo. E vërtej, po. Si me konë Danimark, a besën se atje një plom toke nuk u të zojnë për me lonë batallë. Krejt tokat i këshin punu. Që kjo knatësia, me përbo bukën tonë, me ditë qka po hanë. Bac, qka kishe dasht me sjell prej Danimarkës në Kosovë? Një regull, një zakon, një diçka, qa kishe dasht me pas edhe Kosova si Danimarkë? Po shumë gjona. Se ti ke jetu shumë vite atje. Po, një ga. 20 vite ke jetu. Nga Danimarka kisha pas qef me sjell sinqeritetin. Pastoj, nga Danimarka, bashkëpunimin me ligjin. Sa ata shumë e dojnë vendin e veç. Nga Danimarka kisha pas qef me sjell mirë kuptimin, gjaftëftësin, jo rrejtjen. Cap menen që na shqiptarë si kemë qëtu? A na kanë hupë? Po na kanë hupë shumica, shumë sa na kanë hupë. Baca Besnik, kej ditën e kina kalu me ty. Faleminderit. Ka shumë derë, shumë kraci, shumë Faleminderit. me bashkë bisedu me ty. Po për fundi du edhe disa mesazhe prej teje, për rinin fillimisht. Ti fole shumë edhe ju ke fokusu shumë rinis në gjatë intervjistës sotme. Po edhe një mesazh të fundit. Unë ju kësha thonë rinis, mas pare dujni vetë vetën. Kur të shkoni në shkollë ta dini për çka po shkoni mos hupni kot. Derni shëtetini, shifini botën. Kur derni jashtë pyetni tjerë si kanë arrit deri aty. Me Albin Kurtin para luftën na kon shok. Po? I kom ndihmu shumë, tani edhe gjatë luftës kom takuar ka ardhi ditë qytetone. Po, a? E qa menon Bac për politikën në Kosovë? Po qka menu mres? Ka herë na u kanë bomë mos me mujtë me këshyrë me synë, se tash na kanë Po tash do me thonë e shos që po hecë për para, po shkon bukur mirë. Por edhe i zot një janë hallo, tu i gjujtë këta tjertë. S'po din kam ja mojtë.
Kështu që na do të milon armitësit dhe shëheti. E vërtet. Jo ka punës. Me ditë kush o armiki, me luftut njëtin arme kret. Jo me luftu njëni tjetrin. Jo njëni tjetrin, se këta po dojnë më robot copa. Kështu që për që ata po ikin njerëzit, po shgënjehem. Kam bo një farë elite të pasne, vetë pasanika, tash dojmë i qu për mi pru edhe djemët, e nipat, e krejt. Thusë është do më thonë, këta në të përdorë një pjesë e kësaj pozite si Kosova me konë si vend me qera, si kerën e ki. Po, kur i marrin do kerën me kështu, kjo jepin gazesh, shlaj fete, shka të rëmë, fon ja qënë ati, thë që kuek. Edhe këta, qashtu që vlo, Kosova, po menojnë që vend të nërë, jo në konë pozitë, kanë bo miliona, tash djemët e vetë, tash nipat e vetë. Qa mërë kjo punë? Si me konë, që shë thujnë, i fjallë, malli i gjithë kuj, është i askuj. Këta vlo, le mërë kjo së shkanë ma. Besoj se ka më bo shumë shpejt mirë. Po qka na do të mas pari me mytë frigën. Me folë, mos më frigu. Qatë minut që heket korupcioni, ka rasin me shku në Shqipërinë, në spital, do më i dhonë ati rojes, e ati mjekit, 5-6 vene me jep me hinj atje. Se bac? Korupcion. Anë Kosovski, shkon spital, e shku në emnin aty, hënë këqyr mjekit, si ja pas kuj pare. Unë s'kom pa në pejt, dikon që, shambull, me ja por, ja, më kontrolua diçka. Kjo është një arritje madhe. Baca jena në rrugën e duhur. Jena në rrugën e duhur se nuk në alon gjaki atëne, që e kanë dhënë jetën që kanë dhënë jetër vujtet e babalarve, gjyshve tonë, se çdo pllami këtij venit është e lame me gjak, edhe vujtet dhe gjakit tëne nuk na lejon neve me shku në vene këqija, në rrugë të keqe. Kështu që jena në rrugën e duhur, po do të ma shumë punë. Ma shumë do të me përkrat mirën, jo të keqen. A ka të mirë në Kosovë? Ka shumë të mira ka. I thoi një farë fjale, i kanë thonë malësord, s'do të me të afru afërsia me njerin, po do të për me të afru njerëzia. Qa ka lidhe kam vlazh, do më për me bo deputet, nësë është i keq. Si japi votën, do të më jap ati që është i mirë, që ka nevoj. Edhe që e meriton. Që e meriton. Baca Besnik, qa për nga thët një njeri që jeton me të spish? Neve që jetojna në për qytete, jena në step me qato zhurma, me qato ndotje të ajrit. Qa për nga thët? Unë e thëmë, këthevni ku ka rnu babalartë ju dhe gjyshët e ju. Ata kanë hek keq, që rëthujnë Shqipnia kanë zditë o linjit e kanë hek me bleja të toka, edhe kanë meta të toka batal. Ata kanë rnu shumë ma keq se kur na, po se kanë shu venin. Tash ju mbojmë jetët për një orë pepe e jenë Prishtinë. Pse shambull të mos me jetu në fshatin tënë? Sot ka arë mundesh dhe për shpije për me punu. Kushtet jenë bëhoni ma të shëndetshëm, ma të mirë. E do një tjetën kërë ishe një radhë. Kështu kthejni fshatit, kthejni punës. A e lullë baca Besnik në herë, prej të mirave që e ke bo njerëzve? Ato kanë këthy që ato të mira? Për njerë, une kara rasti, ja kom shtu jetën njerëzve. Po, e din, po. Jetën ja kom shtu, edhe unë për, pe kom bo që shqiptar, që njeri. Kështu që edhe e kish bo për mu. Po. Kara rasti në rrugë, në autostradë, jënë rrotullu, kër i kom po rëtës. Që ka e shqiptaru? Dhe gjo, njeri kër ta merë rrugën, në autostradë në rrugë të gjithë dhe kanë një nacionalitet.
të gjithë e mbrojnë njëri tjetrin, mos me bëu aksident, të gjithë e kanë një destinacion me shkush në shemi në shpe. Kështu që, kupton, edhe na e kena një destinacion me qu këtë vend për para, me urtësi, me njerëz të arsimum, me njerëz punëtor. Çka t'ju them tjetër më shumë? E thash shumë mirë Baca Besnik, na të falenderojna për pritjen, për kohën që na ke nda, edhe ka shumë dera dhe kënaqësi me bisedu me ty. Edhe shihemi prapë. Faleminderit se për ju jam shumë i lumtur që e prita këtë ditë. Edhe kjo është ëndra jonë, ëndra e shokëve të mi, që vite janë vra në përbuzje i kanë zhduk. Si u dihet vorri sot ku jam. Ëndra atyre ka qenë që ju të jetoni të lirë, e të falni të lirë, e të punoni të lirë. E mos i zgjenjeni ato vujtet atyne. Të punoni të jeni të ndershëm sa më shumë. Të krijoni familje të shëndosha. Të jetë çdo gur i këtij vendi të jetë i çmueshëm për ju. Kështu që ju falenderoj juve që erdhët, e jeni mirë se vini, jeni të mirë se ardhni. Mesazh më të bukur me përfundu intervistën e sot me nuk pat, kështu që të falenderojna shumë. Edhe unë ju falenderoj që jeni orë. Për fund a ki diçka, të fundit a i the krejt. S'kam qa me thonë, veç i përshëndes të gjithë, unë shumë i duam si mëdhënësit, i përshëndes gjithë ata që na mësuan me dashat dhe unë. I përshëndes burgosit, ish burgosit politik, që kur t'ju shohin mirë ata, zemrat të në ju knaqet, i përtrini, i hekni vujtet. Kom njoftën e shqiptar jashtë, që ton jetën të thonë Kosova, 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 kam vdek me atë mallin e tyne. Kështu, mos mi zhgënjy ata njerëz. Edhe i përshëndes gjithë ata invalid luftës, veteranët i luftës, i përshëndes gjithë. I përshëndes edhe ata njerëz të cilët e majnë qytetin, vjen keq me thonë shërbys qytetit. I përshëndes ata kanë i vlerë të madhe sot, se na ka të shkojmë me shohim qytetin e pastër, rrugët e pastra. Ata i përshëndes shumë edhe sartë në qytet. Ja Allah ka një dhurat apo diçka. Se i qmojnë për punën e tyre dhe i vlerësan. Se babën tim, baba im ka qenë i tillë. Se ka pas ndalume me him punë, se pranisht në skon. Edhe kur i shoh ata njerëz janë neshëm. Ata njerëz na duhet me ndarë, se na mojnë ambientin. Ata janë pjesë, ata shumë i përshëndes. Miqtë mi dashur, edhe na ju përshëndesim prej Bjeshkëve të Rrogovës, edhe faleminderit që na keni ndjek. Bashkë me Bacin Besnik ju urojna një ditë dhe një jetë sa më të mirë për secilin prej ju. Edhe për fund, a mëj me të përqovë, Baca? Faleminderit shumë. Edhe ti e vajza jonë, edhe ti e... Më tha qika jam ma herët. Vajza jonë, ti e vajza krejtë Kosovës. Vajza këtu në Bjeshkëve. Edhe këto Bjeshkë, janë Bjeshkë bekume, edhe këto po të përshëndetin ty. Edhe janë të lumtur. Faleminderit. Ciao, edhe me Leon sa haru. Faleminderit.